Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Sonte për herë të parë do të kemi një të ftuar nga opozita e cila refuzon të vi në studiot që ajo i konsideron të majtë, ose që në shërbim të Edi Ramës. Por faktikisht kjo studio modeste nuk është as e Edi Ramës, as e majtë, as e djathtë. Kjo studio në Xhiro me Syçin. Dhe kush do që të vi nga çdo krah, nga çdo religion, nga çdo pjesë e shoqërisë, është i hapur të foli si det dhe nuk censurohet njëri në këtë studio. Kështu që edhe një herë falenderoj të ftuarin e sonte, për sonte që hap rrugën ndoshta për të ardhur dhe të tjerë nga opozita dhe për të dhënë fjalën tyre dhe jo për të bërë politikën e dikujt. Faleminderit Ervin Saliani që ke ardhur. Faleminderit. Sinqerisht e respektoj këtë hap tuajin, jo për mua, po për të krijuar një kulturë të re në marrëdhëniet me publikun. Pra, kur je njëri publik, unë mendoj që duhet shkosh kudo që thirrësh për të bërë politikën që do ti ose agjendën që do ti. Unë mendoj që asnjëherë edhe në asnjë rast nuk në hapësirën publike, sidomos politikanët nuk duhet të kenë jo frikë, jo ndroje, apo asnjë lloj shqetësimi nga kritika apo nga gjykimi i njerëzve që jo i njerëzve që merren me media si në rastin tuaj, por edhe i qytetarëve dhe i çdo po themi shtetasit të Republikës. Kështu që e kam menduar gjithmonë që çdo hapësirë, pavarësisht këndvështrimeve apo qëndrimeve të ndryshme apo kritikave të ashpra, nëse janë të tilla, më mirë të përballesh edhe ti diskutosh sesa ti fshihesh dhe të bësh sikur nuk ekzistojnë. Nuk ka rëndësi arsyet që dikush qoftë në hapësirën publike apo qoftë edhe qytetar mund të jetë i kënaqur apo i pakënaqur me politikën. Hapësira publike kështu është. Edhe është mirë që ti nështrohet, po themi, në gjykimit të publikut edhe kritikës. Dhe përballja në çdo rast është vetëm në avantazh, po themi, të atij që përballet, nëse nuk ka gjë për të fshehur, kështu që nuk kam. E thatë shumë saktë, nëse nuk ke gjë për të fshehur. Pra, ju jeni nga ata dhe nuk e di sa mund të jenë me gishtat, as gishtat e njerëz dorë nuk bëhen, që jeni përballuar në çdo lloj media, në çdo lloj përballimi publik, domethënë nuk e keni pas këtë kompleks ose nuk e keni zbatuar atë orientim të partisë. Po dhe nuk e di nëse është orientim partie, po edhe nëse ashtu nuk është i drejtë, është i gabuar, po nëse do ta thosha kështu, domethënë për te modestisë, po ka rezultuar mirë se nuk kanë fituar. Pra njerëzit e kanë besuar këtë gjë. Njeriu që ballafaqohet në betejë fiton, nuk humb. Nëse nuk, po edhe nëse humb në betejë duke luftuar, prapë je dinjitos. Nëse e humb një luftë duke qëndruar i fshehur, nuk të vlerëson njeri. Nuk vlerësohesh dot si frikacak apo si njeri që ikën betejave apo si njeri që je njeri që përballohesh. Pra edhe në luftë në luftrat reale vlerësohet kush përballet, kush rri pas ferre mund të jetojë më gjatë, po ç'është si zgjedh të jetosh, do jetosh me dinjitet apo të jetosh pak me si kulturë, si popull na dënon ton, pavarësisht aty në trumpetave folklorike që i vim, nuk kemi shumë të fortë për balljen. Po e kemi pas Shqipëria, se Shqipëria, po themi kjo popullsi që sot që është Shqipëria, po nga Arbëria me luftrat, po themi të jashtëzakonshme në organizimin e luftës kundër Osmanëve në udhëheqjen e Skënderbeut. Pra ka pas momente të rëndësishme ku, po themi, ky territor shqiptarët kanë pas reagime të jashtëzakonshme që kanë tejkaluar edhe reagimet e popullsive të tjera të Evropës. Ka pas momente të tjera pasaj që kemi qenë të fundit, pra në momenti i pavarësisë, pra në Ballkan kemi qenë të fundit, pra momenti i rënies komunizmit, pra ka pas disa momente të tjera që reagimi ka qenë me vonesë. Nuk mund të kem gjykim, po themi, për popullin, se mund të jetë gjykim shumë për elitat në këtë rast, por fakti është ky dhe pavarësisht se mund të duket edhe kështu si ju thatë, unë mendoj që qytetarët shqiptarë për shkak të temperamentit që e kanë, po themi, ndryshe edhe të kulturës të rrënjosur në mënyrë të tillë për kaq
qindra apo mijëra vitesh, besoj që vlerësojnë njerëzit që bëjnë betejë. Çka do të thotë që e vlerësojnë atë? Vlerësojnë njerëzit që janë luftëtar, nuk vlerësojnë njerëzit që rrin ferrave. Ju thatë diçka interesante, elitat. Dhe është e vërtet që popujt janë popull kudo, janë pikërisht elitat ato që i drejtojnë popujt në drejtim pozitiv, progresiv, prosperitet dhe kujtë ndonë njerëz që vinë për të bërë për vendin dhe jo për të marrë. Ju si e shihni gjendjen e elitave në Shqipëri? A kemi ne elita të tilla? Gjendja ku jemi tash po ja lej ju fjalën. Tani unë mendoj që kemi trumbetuar shumë në elitat, në intelektuale, do më kemi kriju një inflacion. Se po ta them këtu te ti do të thënë pavarësisht se si mund duket që apo le të duket si do në fakt, nuk është se pyet shumë që Shqipëria ka mungesë elitesh, pra këtë që ju quheni me të drejtë intelektualët që duhet të ishin edhe që janë po themi në pjesën e pararojës të shoqërisë për të dhënë qëndrime, mendime të caktuara, për të orientuar, për të qenë në avangard apo në avancim të situatës, për ta marrë shoqërinë. Dhe ky është roli i elitave. Për ta marrë shoqërinë për dorë, po them në mënyrë figurative, për ta drejtuar. Se janë disa njerëz për ta drejtuar historinë e botës rrugën e dur. Këtu rrallë vetëm disa që më vinë në mend, po rrallë, po themi personazhe publik kanë qëndrimet dhe mendimet e tyre, të cilët janë të pandikuara, të pavarura, të paanshme. Shumica janë qëndrime konformiste. Pra shohin njerë, edhe këtu kanë për dy palët, pra shohin njerë, shikojnë njerë se si mendon partia, dhe pastaj të gjejnë argumenta për ato që mendojnë partia se si ta mbështjellin këta. Po pastaj këtu pastaj janë profesionistë, mund të jenë profesionistë mirë në të medias të komunikimit, por nuk janë në rolin e tyre si intelektual. Dhe fatkeqësia dhe shikoja se po ta shohim, po themi me qartësi, në Shqipëri po ndodh që në shumë raste është populli pararoj dhe elita e ndjek pas kur shikon që po ndodh ndryshimi. Imagjino, dhe kjo ka ndodhur edhe me ramin e komunizmit. Kështu ka ndodhur edhe me ramin e komunizmit. Edhe me kohën e Turqisë, kjo ka ndodhur me gjitha, populli del pararoj dhe u ngritën studentët, u ngrit populli. Para studentëve u ngritën tjerë. Po, dhe shkoi elita, po them pjesën e fundit. Studentët, ajo pjesa studentëve ka shumë pikpyetje. Dhe para studentëve janë ngritë shumë që në Shkodër, në Kavaje, kriza ambasadave, studentët ishin bishti kavallit që në Kavaj u vra për shkak të protestës. Regjimi për shkak të protestës që nisi gjetën një sebeb tek stadiumi, u vra, po themi dëshmori i demokracisë, si është thot. Buda. Jusifi, kështu që në Shkodër po ashtu po them, prapë në çdo rast populli është para. Ka qenë populli pararoj, ndërkohë që elita ka qenë më mbrapa. Kjo është historia, unë do ta jap të librin sot që kam shkruar për këtë periudhë. Historia fillon nga janari shkon dhjetor dhe nuk fillon nga dhjetori shkon mbrapsht janar. Dhe ne për shkak të politikës dhe medias e kemi manipulu dhe e kemi falsifiku këtë histori, sepse unë jam dëshmitar okular, pjesëmarrës në gjithë atë periudhë. Kështu që dhe problemi nuk është puna as për të ndëshkuar njëri, as për të bërë fajtor njëri. Problemi është ajo, për ta mbyllur se është temë shumë interesante që mund të diskutojmë tjetër. Problemi është që për të pas vlera duhet kesh një raport me të vërtetën. Pa pas një raport me të vërtetën dhe pas transparencë, ti nuk ke sistem vlerash. Dhe sistemin e vlerave ne kemi lirë qoftë me dekorimet, qoftë me vlerësimet, qoftë në akoma mbahemi me artin, po të flas për artin e realizmit. Ka dhe një element tjetër, jo vetëm tek po themi vlerat të cilat mund të jenë simbolike, siç mund të jetë dekorata. Po që e di, unë kam kthyr mbrapa dekoratën time. Por që tregon se dekorata tregon po themi një hierarki vlerash se ku orienton shteti dhe shoqëria po themi vlerat. Por nga ana tjetër ti ke një element më të rëndësishëm. Ti ke promovimet. Pa promovimet po themi reale në administrat apo në institucione. Po në parlament ka shkuar me vlerat mbrapa. Po parlamenti ka gjetur se mund të jetë me votim në logjikën që nëse do të ishte demokraci, po themi klasike që votohet, po këtu as nuk votohet. Pra aty do ishim situatën që populli zgjedh përfaqësuesit e vet dhe mund mos jenë intelektual, po qëndrojmë tek elita, tek ajo që kam po themi, meqense më the dhe është po themi thelbi
për mua i dështimit të shoqërisë sot. Jam dakord. Pra e ke të gjithën të kompromentuar edhe është pragmatiste se ku të fitoj. Unë nuk mund ta quaj pragmatiste, por është e pamoralshme. Sa zëra keni parë ju publik që për çështje të caktuara, apo themi të dalin nga linja e qëndrimit partijak që ata mendojnë. Njerëz palës tjetër. Po, që të kenë mendimin e vet. Janë disa në publik, por mund të numërohen me gishtat e duarve që mos të njerëz dorë. As të duarve të njerëz dorë janë shumë. Kështu që ky është problem themelor që ka shoqëria. Është kompromentuar dhe media. Që të jemi sinqert, është kompromentuar dhe media. Po media është ndarë në media këtu kam një qendrim ndryshe që sido që të jetë, duke qenë se media po themi këtu mund të kemi një qendrim ndryshe nga shumë edhe kolegë po themi opozitarë. Sido që të jetë mediat në duke qenë se janë të ndarë edhe kur janë të ndara me palë, pra japin mundësinë palëve që edhe qytetarëve në këtë rast, që secili të shkojë dhe të ndjekë atë qëndrimin që do vetë. Pa diskutim që media duhet ishin profesionale në raportimin e lajmit, në po themi verifikimin e fakteve etj, por prap në deformimin që i bën demokracisë, që i bën po themi këto në shtrimin ndaj vullnetit të një personi, të institucioneve tjera, media ka hapësirë se dikush vjen po themi tek ti, dikush shkon tek një tjetër, dikush pra ke hapësirë për të folur, ose sot dikush mund dalë edhe në rrjet edhe mund të jesh eksepsional me këtë telefon. Del përpara me telefon edhe kështu që kjo pjesa e medias unë mendoj që ka problemet e veta, por në fund ti ke hapësirë për të përçuar mesazhin tënd. Ju prap se qitën nga linja fare. Prap thot diçka interesante që për sistemin e vlerave edhe për konformimin e elitave. Dhe kjo është historike këne edhe gjatë regjimit komunist. A mendoni se kjo lloj trashëgimie është pikërisht për dalë aty ku thash ju, sepse pluralizmi politik në Shqipëri, e shohim që të kemi tema të gjata me ty. Pluralizmi politik në Shqipëri ishte i emëruar dhe jo i krijuar, nuk ishte frym që erdhi. Pavarësisht një lloj fryme, një lloj reaksioni që ndodhi nga gjithë kampi lindor, situata ne ishim guri fundit i dominos, domethënë po prap nuk kishte një frym, mungonte ai elit për drejtu pavarësisht se ne ngulim kënd dhe sot që e drejtoi, ose po përmendam, e drejtoi Kadareja, e drejtoi Berisha, e drejtoi ky. Jo, nuk ka pas marrëdhënie, duhet shohim marrëdhëniet e tyre. Duhet shohim si kanë reaguar ato deri në 10 orë. Intelektualet ose ajo elit që ishte atëherë në takimin me Ramiz Aliin gush dështoi totalisht. Ramiz Alia i dha shansin pavarësisht se justifikoi këtë mbrapa. Pra, një elit duhet edhe të riskoj kur vjen momenti, apo jo? Patjetër, kjo është logjika, patjetër. Ti nëse bën një betejë me regjimin, se regjim, unë për mua është një lloj regjimi i sotëm në Shqipëri autokracia, por regjimi atëhershëm me kushte të tjera, po diskutim që kanë marrë kosto, prandaj ka martirë në këto betejë, prandaj ka po themi njerëz të cilët vlerësohen për shkak të sakrificës. Prandaj në kombet janë krijuar kryesisht duke luftuar, duke derdhur gjak, me sakrifica, me konformizëm kanë përfunduar të nështruar dhe nuk kanë arritur të lulëzojnë në njerë. Shqipëria një gjë është fakt. Unë nuk e besoj dot, po themi, nga para dhe nga sot me distancë edhe pa jetuar atë periudhë, pra për shkak të moshës. Unë nuk e besoj dot që mund të ketë qenë një pilotim, sepse ka pasur një reagim, po themi, popullor të reagimi popullor ishte. Por një gjë është e ditur që ka prodhuar pasoja sot për shoqërinë. Dhe reagimi popullor ka qenë në raport me dekomunistizimin. Pra bravo. Shqipëria ka këtë problem që Shqipëria nuk është dekomunistizuar. Faleminderit shumë. As në mendsi, as në ndëshkimin, po themi, apo në distancimin e elementeve që kanë të bëjnë me gjithë mendsinë komuniste, po sidomos shikojeni pak sot është në fakt është kriminale, edhe këtu ka një përgjegjësi të rëndësishme edhe Partia Demokratike. Pra Partia Socialiste, pra kjo që është sot për lindje quheni çfarë doni, pra ka ngritur disa simbolika të vetet që e mbajnë, po themi, nostalgjin për komunizmin gjallë. Shtëpia me gjethe, bunkarti, elementet e vetë të cilët ato e muzeumi në gjithë botën. Jo, dakord. Nuk po themon që nuk i mbajnë. Ato duhet jenë si kujtesë. Po ndërkohë,
Nga ana tjetër, duhet ishin shumë përpara dhe Partia Demokratike duhet e kishte bërë. Duhet ishte muze shumë i rëndësishëm Muzeu i Vuajtjeve në Spaç apo ja. Spaç, padyshim, Burreli. Duhet ishte shumë i rëndësishëm Burreli, Vloçishti për kampin e fushës së Maliqit apo kampit e Pelenës, pra këto duhet ishin sepse kanë të bëjnë me vuajtjet njerëzore. Ti këtu ke mira njerëz që nuk gjejnë dot të takën, ka shumë tjerë që janë vrarë, kanë vuajtur etj. Dhe në këtë kuptim ka dhe një element tjetër që unë besoj që se ju kam ndjek edhe në hapësirën publike te këto që kanë bëjnë me dosjet, ti ke pasur pra le po të lexosh, po themi monument për që është Atë dhe Flumi për po themi vuajtjet njerëzore. Që po të shohësh se si përballej me njerëzit që e kishin dëshkuar që ishin prapë në sistem. Po lexoja Lubonjën kur isha aty. Lubonja ka një nga librat më të mirë. Po lexoja disa edhe ridënimin, po. Pra ti në momentin që kërkoi në gjykatë të lartë, po themi një për të marrë dokumentacionin, ishte personi që kishte dënuar apo ishte përfshirë gjatë procesin në vetë kohën e komunizmit. Pra që të gjithë, po themi, njerëzit që kanë pasur, po themi, kapjet caktuara në atë sistem, kanë mbetur prapë pa pasur asnjë lloj, po themi. Jo ndëshkimi, po janë ndëshkim që jo, kanë pas promovim dhe nuk kanë pas asnjë pasojë, ndëshkim moral. As ndëshkim moral. Minimalisht. Kur të ecin të kenë një lloj të kenë një turp kur ecin në publik. Ata ecin sikur me krenari, sikur kanë pasur. Kjo ju ka një gjë, mirë Partia Socialiste, po Partia Demokratike që prej fillimit të saj, pse nuk e bëri hapjen e dosjeve dhe pse nuk e bëri dekomunistizimin? Në të kundërt janë me emra, me mbiemra, afroi qoftë Partia Demokratike, qoftë në administrat njerëz që kishin qenë në shërbim të regjimit dhe bashkëpunëtorë. Dhe janë me emra, me mbiemra, zotëri, nuk e them kot. Po, ky është një diskutim i gjatë që ka të bëjë me gjenezën. Pra, në gjenezë. Si, nuk i dinte kryetari i partisë? Në gjenezë unë mendoj që mund të ketë, pra mund të ketë pas, pra po e le kështu, që mund të ketë pas informacione, mund mos ketë pas informacione. Ajo që është, po themi, gabimi dukshëm që unë ta pranova ta thash është që Partia Demokratike duhet të ishte fokusuar këtu apo jo. Duhet të ishte fokusuar po ashtu në investimin për të ndërtuar një linjë po themi të qartë për njohjen që nga shkollat të gjithë sakrificës dhe vuajtjes njerëzore për njerëz që janë përballë me regjimin, për të ngritur në piedestal. Por sot është duhet të kishte ngritur këto që thashë, nuk ta thash pa qëllim që se monumente kujtese, tha ty apo jo. A duhet të ekzistojnë këto si kujtesë? Pra çfarë ekziston sot për vuajtjen njerëzore gjatë regjimit të komunizmit? Pra më duket se është tek muzeu një pavion i veçantë, por ndërkohë duhet të kishte pika të caktuara. E kuptoj se shef që është rënuar gjithçka sot ketë promovuar të gjithë njerëzit që kanë qenë represiv dhe në aparatin e represionit, dhe ndërkohë i ke shikoj pak se mbase më duket mua, mund mos jetë kështu. Por edhe në shoqëri, po themi sot, me disa raste të veçanta, po ti shohësh atë që kanë qenë dhunuesit edhe njerëzit e regjimit, ecin me një prepotencë kryelartë sikur kanë bërë gjërat. Ke kapse? Po, ndërkohë që kanë nënhyqëm. Po, ndërkohë që njerëzit që kanë vuajtur dhe që janë përballur dhe kanë qenë dinjitoz, shumë njerëz që kanë vuajtur më modest në raport me këta. I dhunës psikologjike, filozofike mund të kenë dhunës psikologjike dhe dhunës, realisht dhunës, mund të kenë hudhë një firmë dhe sot ato janë të kurrë një kohë që duhet hapen, që ndëshkohet ky që i ka dhunu. Dhe sot ke të drejtë dhunuesit rrin me një lloj prepotence, prapë rriset kam dori thot, prapë si atëherë, rriset kam dori. Edhe gabimi tjetër për mua, gabimi tjetër edhe në diskurin publik, por sidomos pasaj në formalizimin në ligj. Por dakord, bashkëpunëtorët e sigurimit duhet që të kishin edhe duhet të hapeshin dosjet për mua, dhe unë kam bërë propozimin sidomos për njerëzit që janë në publik, në politikë edhe në institucione të rëndësishme të drejtësisë. Por nuk mund të lijej edhe këtu duhet të përfshirë me ligj edhe personat e tjerë që kanë qenë sigurimsat, edhe personat e tjerë që kanë qenë etusa, edhe që kanë qenë funksionarë të lartë. Pra nuk mund të jenë se ata e kanë detyruar edhe këtë që të bëhet që të kthehet bashkëpunëtor apo jo, pa diskutim që ky në karakter në vlerë tjetër. Ka qenë këshilltari kryesor i kryetarit të Partisë Demokratike dhe presidentit dhe ka qenë Mehmet Elezi zotëri.
sekretari parë i rinis komuniste që edhe këpucët i vishtet kuqe. Tash të lutem shumë. Pse ka pas këpucë kuqe atëherë? Pa i kishte gjetë këpucë kuqe. Kishte gjetë. Tash të lutem shumë. Megjithatë se dolëm fa nga tema për të futur me aktualitetin, po kjo është temë shumë interesante. Po në fakt edhe aktuale është, sepse edhe aktuale është. Sepse ka të bëjë me deformimin, duke qenë se kalum nga elita dhe kjo se këtu ka një ndërthurje në këtë gjë dhe ka të bëjë edhe me të sotmen. Pra nëse ne nuk dim që të mësojmë nga gabimet e skaluarës, pra do përsërisim jetët gabimet dhe po i përsërisim jetët gabimet. Ndërkohë shikojeni pak dhe merrni vendet e tjera se si kanë ecur me dekomunistizimin, me ngritjen e vlerave të personave caktuar. Po gjithë për Gjermaninë me nazizmin që nuk lejohet fare sepse ato po edhe mësues sepse do shkonin në logjikën pasaj që të krijonin të njëjtën mundësi, një brez tjetër. Pra ky është problem ka qenë dhe ka prodhuar këtë deformim që vjen sot. Ka një element se të ke jetuar në një vend që mbahet si kampion i demokracisë. Por në demokraci, një prej elementeve më të rëndësishëm për ta mbajtur demokracinë gjallë është kultura demokratike e një populli. Pra nëse ti nuk e kultivon kulturën demokratike të një populli, që ai të di ti nështroj, po themi, gjykimit të vet mbi bazën e këtyre parimeve të demokracisë, do të ndodhin gjithkohon dhe do prodhosh deformime të caktuara. Prandaj ky diskutimi që është bërë pak për mua, sepse njerëzit e shohin si një gjë të së shkuarës. Po ndërkohë ka të bëjë me hierarkinë e vlerave që ndërton ti për të sotmen edhe për të ardhmen. Se janë themelet apo jo? Ku ke vendos tabanin? Dhe kjo që thuani ju, kultura demokratike, çfarë është? Domethënë ne kemi vu mure dhe sot kjo kulturë na ka bërë që të gjykojmë njëri tjetrin, ti që je me Partinë Demokratike, unë që s'jam fare me asnjë parti, as më interesojnë fare partitë, por mos flasësh me mua se unë kam një simpati dhe mos vish në emision tim. Pra, ajo që thatë ju në Amerikë, kultura demokratike është dhe mrena familjes, domethënë janë burrë grup votojnë ndryshe, po prapë bashkëjetojnë bashkë. Dhe kjo vjen nga ajo që thatë ju pikërisht se kemi marrë këtë lloj kulture, ashpërsi, distancë, komunistët, është dhe qesharake. Fakti që sot ne akoma diskutojmë komunizmin, tregon atë që thatë ju që kemi bërë dekomunizimin. Prandaj edhe mendësia, edhe po themi shkulja e mendësisë, se nuk po vjen një term tjetër, se duhet shkulur ajo mendësi. Pra kultura komuniste është që nuk e pranon tjetrin. Pra nuk e pranon mendimin e tjetrit dhe shkon deri aty sa ta zgjesosh fizikisht. Pra ta torturosh, ta diskreditosh, ta degenerosh, ti bësh gjithçka në familje. Ti heqësh personalitetin, ti heqësh integritetin, derisa ti heqësh edhe jetën. Sepse ai nuk mendon si ti, ndërkohë që kultura demokratike, pra nga këtu nis pranimi dhe diskutimi i mendimeve të ndryshme që po nuk bim dakord. Ti mendon që rruga ku diun është kjo, unë mendoj që rruga është rrimet. Po nuk ka diskutim, pra ajo nuk është smundje mendimi. Këtë lloj kulture si do ta çojmë popullin ne kur në parlament është kjo kulturë minimi. Nuk ka mundësia sot, po me pas ndorë njëri tjetrin e eliminojnë fizikisht. Po sot ka dhe një problem tjetër që sot po ti shohësh fjalimet përgjithsisht të palëve, nuk kanë ndonjë ndryshim. Sepse janë edhe të pra me përjashtime pa diskutim, por një pjesë e deputetëve për shkak të listës, po sidomos për shkak po ti shohësh njerëz apo e marr deputetë e Partisë Socialiste, të cilët nuk kanë pasur profil publik, nuk kanë pasur profil profesional. Po ti shohësh janë me njëjtat gjëra, buxheti më i madh i gjithë viteve, Shqipëria më e rritur e gjithë kohërave. Si mund mos ta diskutosh ti buxhetin, refuzon? Si nuk ju vjen një uzor për këtë. Pra janë të njëjtat klishe. Dhe po ta shohësh kundërshtimin, pra nuk ka as kundërshtim për mbajtësor apo ideologjik. Për mbajtësor dhe ideologjik edhe as bazë. Është kundërshtimi ti je i mirë, unë jam i keq, ti ke flokët shurni, ka flokët ashtu, ti je tek shuna, kam atë ashtu. Kështu që është problem tjetër. Po të lexosh për shembull edhe mbase ato duhen rikthyer në një formë tjetër të komunikimit publik me ju që merreni me median. Po të shohësh fjalimet dhe debatet në parlamentin e kohës së Zogut apo në kohën e qeverisjes të shkurtër të Nolit. Po të shohësh në parlament atëherë zotëri. Shikoj pak debatet atëherë. Shikoje gjuhën,
shikoje po themi çështjet. Shikoje se ti ke qenë parlament tonë nuk din ndërtoj një frazë. Po pra, e kupton ti se po ti ke pas aty në parlament më zotëri. Dhe nuk ke pas gjithë elitën e vendit apo? Të gjithë njerëzit ishin gjithë studiu në për Perëndim, në për Vjenën, në për Ljubljana, për ore ke pas në kryetar parlamenti Gjergj Fishën më zotëri. Kaq është mjaft. Po. Sot ke Zekinë. Nuk ka qenë pak edhe Fanoli, nuk ka qenë pak edhe Zogu. Po gjithë Konica, e gjithë Gurakuqi, edhe Vitat Frashi. Të gjithë, po patjetër. Po shif emrat që ke, janë peshë, domethënë edhe debati ishte për të marrë model sot që ti se ke. Këtë po them, po të shohësh debatet dhe fjalimet e asaj kohe, me fjalimet e tanishme janë të... Po ti shif letrat e asaj kohe, letrat zyrtare. Shifi letrat zyrtare të asaj kohe dhe letrat sot. Nga ana gramatikore, nga ana e... Po tani mbase ju ka rregullu inteligjenca. Po tash ka bëka. Dolëm nga tema, po temë interesante. Megjithatë, dje Belinda Balluku u ndalua nga GKK-ja pasaporta për dalë jashtë shtetit dhe u pezullua. Ju si njëri që keni qenë parlament, a ka të drejtë GKK-ja të pezulloj një zyrtar të lartë, aq më të tepër të zgjedhur? Nuk po flas su për fajsinë apo pa fajsinë e Belinda Ballukut të përballet Belinda Balluku me atë. Por a ka të drejtë sepse mos po bëjmë një ex mashina me spakun që po merr. Tani këtu ka një gjë që njerëzit kur vjen puna po themi për drejtsinë apo për standardet e drejtësisë, kur kemi folë dhe kur ka ndodhur se unë kam provuar vetë pa drejtsinë dhe prodhimin e një ngjarje, po themi si në kohën e komunizmit, montimin e një çështje për shkak të fjalës. Edhe unë kam bërë, domethënë një vit burg dhe më ndaluar me sheq mandati, më ndalu kandidimi. Vetëm për shkak të betejës politike. Pra, unë kur kam folur për standarda në drejtësi, kam folur për gjitha standardat që do t'i vinin dhe kam thënë që do t'ju vinë mbi shpinë edhe këtyre që e mbrojnë sot, që janë Partia Socialiste, që kanë në këtë sistem dhe kanë ndërtuar në këtë sistem edhe me njerëz të afërt të tyre, shumë të afërt edhe jo vetëm politikisht. Kështu që në këtë kuptim unë për çka ka të bëj me sistemin gjyqësor, ndihem mirë me veten që unë i kam thënë edhe kur të tjerë mund të kenë pas frikë apo mund të kenë qenë të konformuar. Dhe kam mbajtur dekostor për atë punë, pra nuk jam treq. Pra unë nuk jam trequr nga ajo që mendoj unë që është e drejta për të bërë. Jam ballafaqu, por edhe i kam thënë, po themi në shkeljet e standardave kur ka të bëj me proceset gjyqësore, pavarësisht nëse janë të njerëz apo të tjetrës palë. Ajo që ka ndodhur sot është që është situatë e rëndë. S'pari njerë që zëvendës kryeministri e dytë, pas po ashtu pas Ahmetet, po edhe pas arrestimit të personit të dytë apo tretë quheni si doni, po një prej njerëzve më të fuqishëm Partinë Socialiste që ka qenë kryetari i bashkisë, ish kryetari i bashkisë Tiranës, por sot është në burg Erion Veliaj. Dhe për të mos i përmend se një pjesë e tyre mund të jenë një jetë të vetë sot, edhe unë kam ndjek një standard politik që kush ka pas probleme me drejtsinë e kam ndalu betejën edhe kam lënë të merret drejtësia, se ka dhe disa aspekte njerëzore në këtë, po themi besoj unë në këtë profesion apo në shoqëri. Pra po ti marrësh janë një radhë gjatë zyrtarësh të cilët janë kapur në korrupsion apo në lidhje me krimin. Dhe këtu kemi tani një problematik që është themelorja. A ka disa standarde politika të një demokracie që perëndimore që ne duam të shkojmë që kush ka përgjegjësinë politike për ndodhjen e këtyre rasteve? Në këtë rast pa diskutim që përgjegjësia është e kryeministrit. Pra nuk mundet që të gjithë këta individ të kenë qenë të veçuar, por ndërkohë janë bërë një 300 deri tani. Po ti marrësh nivelet caktuara bashkë me ata që është ligji i dekriminalizimit, janë thuajse 300 njerëz, të cilët nuk janë kapur, po themi nga një drejtësi që kontrollohet nga opozita. Mund të jenë bërë për shkak të luftrave të brendshme, mund të ketë bërë Rama për të një pjesë unë mendoj që Rama duke qenë se sot e vetmi element që mban pushtetin është apo me të vetmin element që mban pushtetin është frika, se autokracitë dhe diktaturat e kanë këtë, mund të ketë prodhuar këtë rezultat. Por fakti është që në situatë demokracie apo ashtu siç duam të shkojmë në Bashkimin Evropian, Edi Rama duhet të dorëhiqej për shkak të po themi
marrjes pa ndehur njëherë. Ky elementi tjetër pastaj janë elementë të cilët vazhdojnë proceduralisht që duhet merren ata që përballen dhe që kanë përballen me drejtsinë. Por një gjë do ta them po ashtu në këtë logjik, pra e para Edi Rama duhet të mbante përgjegjësi politike duke u dorëhequr për shkak të këtyre rasteve. E dyta, unë mendoj që cili do që shikon çdo institucion publik që është i përjashtuar nga kritika, është i kompleksuar dhe nuk ka lidhje me demokracinë. Jam plotësisht dakord. Institucionet e drejtësisë nuk janë në këndvështrimin e kritikës publike, janë si gjithë institucionet e tjera që paguhen nga taksat e qytetarëve dhe kur bëjnë gabime duhet fol për gabime, kur shkelin standardet duhet fol për shkeljen e standardeve. Kur te kalojnë ligjin duhet fol për te kalim ligji. Dhe në këtë kuptim besoj që nëse shumë njerëz tani, jo pak, që kanë qenë të fuqishëm, por që në këndvështrimin tim kanë mbaru punë prej Ramës, përfshi dhe Erion Veliajin edhe Tahirin e Beqajin e tjerë, që kanë qenë funksione më të larta. Unë kisha po themi një lloj, se nuk është shpresë, nuk kam shpresë tek ta, po themi duke qenë se e ndjen dhimbjen në po themi brenda familjes vet politike, mund të kishte njerëz që mund të reagonin në lidhje me standardet. Po nuk po reagojnë. Shumë bukur. Pra po ta shohësh, nuk po reagojnë. Dhe dakord jam unë që kanë pasur kompleks që të reagojnë kur bëhet te kalimi i standardit me Sali Berishën për ndalimin për ndalimin e daljes jashtë shtetit kur kishte të bënte me një çështje të imunitetit. Por do të një double standard. Këta kanë frikë të reagojnë. Jo, kanë frikë të reagojnë edhe për çështjet e veta. Dhe tani ajo që është precedent i krijuar për shkak të luftës politike, me rastin e Sali Berishës, do t'ju kthehet tek rastet e veta. Po, sepse ka një gjë, etimi, nxitimi, apo show, apo një gjë që bën përshtypje, është që arrestohet cili do shumë më përpara se sa ta arrestoj prokuroria. Nga dalin këto lajme. Faleminderit. Kjo është një pyetje domethënë për median. Këtu është media është në funksionin e vet, media është në funksionin e vet. Por lajmet që dalin, dikush duhet të shkohet sepse është sekret hetimor nga prokuroria. Kështu që, orë dakord, po kjo është çështje këtu. Media është në rolin e saj. Dakord, media pun kam po të marr lajme e qis atë të nxjerr. Problemi nuk ka me media. Këtu kemi të bëjmë me institucionet, me institucionin e prokurorisë përse nxjerr lajmet që e bën ligjin publik përpara kanë ndodhur me ju. Prandaj unë kam thënë po ta them po pra me të gjithë. Prandaj unë kam thënë direkt edhe po e them edhe sot. Për shkak të skandalit që ka shpërthyer me rastin e zëvendës kryeministrit, Edi Rama duhet të dorëhiqet, Shqipëria duhet të ketë një qeveri tranzitore. Dhe një qeveri tranzitore që përgatit zgjedhje po themi të lira, të barabarta dhe të ndershme, vendoset si piket pa diskutim të gjithë elementet e tjerë që kanë të bëjnë me shtrimin e një rrugë për ta demokratizuar Shqipërinë. Kështu siç është me palë, pra shikoje pak tani në diskutimin publik, se po flas hapur pavarësisht se rrallë flasin politikan. Po politikanët duhet flasin hapur, ato që kanë. Shikoj pak në këtë se ka dhe një lloj, po themi duhet ketë edhe një lloj sensi kjo gjë. Shikoj pak si ndahen me palë edhe në debat njerëzit që kanë, po themi ajo që thash përpara, që janë elita e mendimit. Po. Kur ndodh për një që është i kundërt, i një partie, thonë për të njëjtin rast tonë të kundërta, ju ndodh pasaj për një tjetër. Kjo me Baton Haxhiun me ju edhe qendrimi që ma sot. Baton Haxhiun qendrimin me ju ka marrë kundër. Tash është e njëjta pamje. Po shiko. Bro me Njova tha që Belinda nuk mund. Që unë jam edhe unë jam për këtë. Belinda janë në Paris, por nuk mund skelen. Kur shkojnë se krijohet precedent, se ndjen se përmendu po ta them. Unë domethën kam bër i pari në 34 vite që janë bërë, jo deputet, po shtetas që dënohet për atë vepër penale. Për atë vepër. Me burg. E dyta, unë dënohem për fjalë.
Pra unë dalë dhe them që shiko, dhe për një fjalë që është bërë investigim mediatik. Dhe që fjala nuk dënohet. Dhe që po themi pasoja për shoqërinë se gjithçka ka të bëjë, pra veprat pse jemi me që jemi edhe po themi për ndërtimin e kulturës demokratike, ka një parim shoqëria demokratike. Që cila pra çan ndëshkohet? Ndëshkohet ajo që sjell pasojë negative për shoqërinë. Me fjalë mund të jo, po dhe me fjalë. Pra fjala mund të sjellë dëm. Ka raste kur fjala sjell dëm edhe Shqipëria ka dekriminalizuar atë dhe të dënon me gjob, edhe në atë rast. Po themi kur fjala që kam thënë unë, denoncimi që kam bërë unë ka sjell pasojë pozitive, sepse ka shkuar është dorëzuar një person që ka qenë kërkim. Ndërkohë, në rastet e këtyre që akuzohen për vjedhje dhe për korrupsion me miliona euro, pra nuk është dëmi është i madh sepse është je vjedh janë vjedhur, është vjedh çdo qytetar shqiptar. Dhe këta kur vjen puna tani dhe edhe ky analisti që ju e përmendni, që nuk ka lidhje se duket si mercenar që ka ardhur për të bërë një punë, po mercenar presin vend vet. Po pra ne edhe kjo që edhe media ka defekt. Mercenari, po patjetër pra, dhe mercenari në rastin tim rrinda dy bënde mëk për këtë gjë. Në rastin e vetëm se ka të veten, e kanë thirrur aty e pse i njeu. Edhe tha që më erdha për të bërë një intervistë. Ndërkohë ishte për tjera arsye atje. Se ju e dini për çfarë. Po e di për tjera arsye se po shihni pasurinë. Ishte për çështjet vetat. Shihni pasurinë. Ndërkohë tani kur vjen puna për ballukun, për persona që kanë lidhje me Edi Ramën, opa, e ndryshon komplet. Po prandaj në publik mbaj një standard të gazetar, sepse ndryshe nuk e ballafaqojnë. Sepse dhe ai që fton gazetarin e ka klient vetin dhe është gazetari klientelës. Po jep pra ballafaqohet se themi ne këtu e thot dikush atë. Jam dakord, po ball për ball. Sa më shumë të diskreditohesh, e di cila është më e rëndësishmja në publik. Nuk e them për ju, po themi për publikun që na ndjek. Më e rëndësishmja është integriteti. Dhe mbi bazën e integritetit caktuar ti ndërton në publik ndikimin. Pra cila është më e rëndësishmja në publik? Sa ndikim ke? Se ti mund dalësh një mirë në një vend, po populli ka një shprehje, nuk e di, është vetëm ndaj që bjeri legenit sa dush. Ti bjeri legenit sa dush, po flet budalliqe, nuk të dëgjon me njëri. Jo, atë nuk e dëgjon me njëri. Prandaj duhet të kesh një lloj integriteti, duhet bazohesh mbi bazën e disa parimeve që janë të rëndësishme në jetën njerëzore, por edhe të moralit publik, që njerëzit të thonë ore ky. Pikërisht për ato që diskutuam më lart, po mendoj që pjesën më të madhe, majoritare do të thoja, gati absolute, ne jemi këtë gjendje pikërisht se politika dhe media ka mungesë integriteti. Po patjetër. Po sidomos politika ka interes që të marrë vota dhe prandaj mediat, po themi, etika profesionale dhe integriteti i mediave i njerëzve që dalin publik, pavarësisht se mua mund mos më pëlqej, por është e tillë që është shumë më lart se sa e politikanëve dhe është gjithë botën kjo. Tani kur ti ke mediat, edhe personazhet mediave, ai do të thënë rasti këtij, ky flet më keq se sa një politikan. Sepse flet mbi bazën e interesit politika do të marr vota, po interesi i këtij cili është? Që të marr para. Tani dhe ai dihet, po dihet ai s'ka nevojë të dihet pavarësisht se të gjithë interesi, po atë për çfarë del publik. Po nuk e ndeshkojmë. Po për çfarë del publik atëre? Po nuk ka fytyrë, sa po të ketë fytyrë nuk del. Po Tashi, ju keni bërë një betejë politike dhe këtë betejë politike partia juaj e përdori, jo në kuptim në keq për ju, po e përdori në atë kohë. Dhe mbasi ju mbaruat ndëshkimin, është një opinion që kjo betejë e juja politike nuk u vlerësua nga partia juaj. Shiko, unë besoj, po do më thënë është faktike që në rastin e dënimit tim ka pas pothuajse një konsensus pasiv. Pra në çdo studio nuk apo nëpër media rrallë ka pas njerëz të cilët po themi ti kanë dhënë të drejtë vendimit të imponuar gjyqësor apo manipulimit me vendimin gjyqësor. Pra shoqëria ka qenë thuajse po themi në blok kundër dënimit për këtë çështje. Dhe për këtë unë po themi kam falënderim për cilin do që e ka bërë. Edhe Partia Demokratike dhe opozita, pra jo vetëm Partia Demokratike, por edhe po themi kryetarët e partive të vogla që nuk kanë dakordsi me të gjithë. Kanë pasur po themi të njëjtin qëndrim dhe ka qenë rasti vetëm ku gjithë opozita ka reaguar për një çështje për një çështje gjyqësore. Pra po them gjithë edhe partitë e tjera të vogla. Kështu që ka pasur një po themi një sintoni të gjithë aktorëve shoqëror dhe i dakordsi që kjo është një çështje e cila është po themi montuar politikisht dhe bëhet për shkak
për ta kthyer këtë në një dënim politik, po themi, për arsye të akmarrjeve personale të Ramës dhe Xhafës dhe të politikës. Dhe Partia Demokratike pa diskutim që ka bërë, po themi, pjesën do ta përmend Xhafa e dini që është në politikë dhe ka qenë sekretari i rinis në kohët të komunizmit dhe shumë i ashpër. Ka qenë edhe hetus, i denoncuar nga individ për tortura. Po jam ja, dhe ai sot është në parlament, ai sot është bën ligjet, ai sot se këtë nuk e thot njëri më, dhe prandaj them unë që këtu është kështu, po duhet vim ditë tjetër për të folur gjatë. Por ti ke këtu historia sepse sot është kthyr represive dhe drejtësia. Dhe këtu ka një gëzim për çdo gjë që hyn burg. Këtë është këtu prej këtij. Sepse po ja lën njeriu që është i zi, që nuk ngopet duke i marrë me dar mishin një gruaj aty që denoncon në Kruj. Ai është aq i zi sa do të prodhoj vetëm një situatë ku gjithë sepse ashtu është mësuar, ashtu është i brumosur. Ai nuk del dot jashtë vetes. Ashtu të qëndron, e kupton? Por e kanë malësorë të shprehë, nuk del njeriu jashtë lëkurës vetë. Prandaj shoqëria i merr edhe izolon këta. Kështu që dhe vjen të pyetja tjetër, mendoj që Partia Demokratike dhe shumë kolegë që i falenderoj që kanë qenë shpesh, po themi, për shkak të statusit deputetit, kanë qenë shpesh në takime në burg, pothuajse në mënyrë të përjafshme, kanë mbajtur, po themi, një qëndrim dinjitos në këtë rast. Tani situata pas kësaj politike ecën, avancojnë gjërat, zhvillohen, nuk përjashtohen, po themi, elementet e xhelozisë. Po, se nuk doja ta thosha kështu, po themi të konkurrencave të brendshme, të cilat me momente të caktuara sepse ju kishit kartën morale. Lëvizjen e tjetër. Po e kam prapë, nuk e ke, po domethënë nuk është problemi. Ju thani një gjë, njeriu do të ketë integritetin, tash problemi është që unë nuk rri gjithmonë me kokën pas, unë them që ecë para. Nuk është puna që aty erdhën element më të mirë, më integritet, më me moral se ty. Problemi është që edhe Partia Demokratike, ashtu si Partia Socialiste i ka ardhur Qenia, është bjerë në kualitetin e saj dhe për të ardhur ke pyetja fundit. Tashi ju thot një gjë që duhet t'japi dorëheqjen Rama. Rama nuk e heq, sepse dorëheqja jepet me presion. Partia Demokratike sot ose si kartë morale që mund të ketë. Si e shpjegon që Partia Demokratike sot është bjerë me mitingun e fundit që e pash me sytë e mi, ishte një skandal. Në një situatë të tillë duhet ishte çu gjithë. Pra, a mendoni se njerëzit kanë humbur besimin mirë ke qeveria po dhe ke opozita, sepse ka qenë kjo opozit. Do të them edhe për këtë, po themi dhe kjo opozit që flet për varfërinë na bën dasma në Vatikan dhe kanë pasuri pafund, ndërtimet e zenit e tjetrit. Unë them këtë gjë që besoj sepse do të kesh një moral për tu besuar, apo jo? Jo, po ka dhe një gjë që dhe tjetër se nuk ka dhe reagim popullor, ku është shoqëria civile, domethënë nëse gjendja është kaq e rëndë, pse nuk ka reagim? Jo, për e di pse po ta marr nga kjo pyetje e fundit, sepse nuk ka reagim, sepse shoqëria është mpirë, pra nuk i bën më përshtypje gjë. Pra duke qenë se e para është empirë, e dyta është e friksuar. Prandaj thashë e friksuar nuk që elementi është e friksuar. Ja, po bisedojmë ne dy, kush është e friksuar? Për çfarë është e friksuar? Po ne të dy ti ke marr kosto duke pas njerëz që të spiononin, unë kam marr kosto duke shkuar në burg për shkak të bindjeve të mia, pra nuk e bën dot çdo njeri këtë. Për të qenë vërtet, dhe edhe për shkak se ata shohin që ne kemi marrë këto kosto, thonë disa që po ne të arrim pak më të trequr. Pra ka frikë, sepse kanë frikë në raport me vendet e punës, në raport me familjarët, në raport me persona me probleme kriminale që kanë për zona. Pra frika këtu ekziston, nuk është se nuk ekziston. Por nuk ka diskutim që mund të jetë edhe kjo që thuam me të drejtë, që mund të jetë edhe një elementi dhe këtu po të flas, po themi po flasar, por duke qenë se un kam një përgjegjësi edhe para kam një përgjegjësi dhe unë ndjej, po themi, mërzinë, shqetësimin që kanë sot demokratët dhe opozitarët. Partia Demokratike, drejtuesit e Partisë Demokratike, që të gjithë ne duhet ta lexojmë shumë mirë mos pjesëmarrje në zgjedhjet e pjesshme të vendore. Shumë bukur. Dhe pa diskutim edhe mos reagimin e fortë mbas skandalit të madh të kapjes në 50 milionë euro shpërdorim të zëvendës kryeministres. Megjithatë ajo duhet se 50 milionë nuk duhet luajmë shumë me shifra se varet se si interpretohet ky 50 milionë. Unë jam i kujdesshëm, ta dëgjuat që unë do them siç flitet jo po vjedhje apo kështu, thash shpërdorim apo. Shpërdorim po. Pra unë po jam me një term i cili
nuk ka interpretim. Se i kemi bërë këto milionat më. Po them atë që ka thënë prokuroria, apo jo. Pra po rri për të qenë plotësisht, po themi korrekt, për shkak se këtu ka të bëjë me çështje që ka të përballen me gjyqet. Pra kemi të bëjmë me shpërdorim, po them. Kemi të bëjmë minimalisht në shumë raste me mos menaxhim të mirë të situatës fonde, se këtë ka qeveria apo. Kështu që në këtë kuptim, mos reagimi i fortë i shoqërisë duhet të bëjë që opozita të reflektojë dhe për mua duhet të ndryshojë. Pra opozita e ka detyrim reflektimin të dëgjojë mirë, po themi, sinjalet që vijnë nga shoqëria, sepse pavarësisht të gjithave që unë ju thash pak përpara frikës etj, më përpara bulevardi ka qenë edhe kur ka qenë kur mund ta quanim si quhet folklore, bulevardi ka qenë nga kryeministria deri te sheshi Skënderbej. Po, dhe ishte grup njerëzish. Sepse Shqipëria edhe në zgjedhjet e fundit ka pas thuajse 700.000 votues opozitar. 500.000 ka marrë Partia Demokratike dhe thuajse 200.000 kanë marrë partitë e tjera që janë opozitare. Pra nuk ka problem shoqëria shqiptare për të prodhuar apo as Partia Demokratike. Në fakt, nëse mobilizohet për të prodhuar një protestë të madhe e cila ta mbush bulevardin siç ka qenë mbusur si shenjë revoltës. S'pare, së dyti duhet të them elementin tjetër pasaj që edhe nëse janë aq njerëz sa janë në shesh, sado që të dalen, është e domosdoshme dhe shenjë mirë për shoqërinë që më mirë të dalin dhe të ketë reagim. Unë jam dakord, po sepse është e dur, pra po reagohet për një dur, edhe vet ka pas raste që edhe vet mund të kemë reagim për çështje. Edhe ju keni pas raste ku keni dalë dhe keni thënë për një edhe tek mund të keni qenë, po ma mendoni që është e drejtë apo. Edhe Abraham Nikoli thotë edhe një njeri i vetë kur kam të drejtë jam majoritar. Kjo nuk është çështje numra, kështu që në këtë rast protesta është një protestë e drejtë e dur që duhet pa diskutim. Problemi është tash, ja, po them unë që dua të kem opozitën. Si mund shkojun, dhe kjo është një mendim i përgjithshëm tashmë, i konsoliduar dhe ju e shifni, si mund shkojun se ju thoni për Ramën që duhet jap dorëheqjen se i ka ndodhur këto. Dakor. Po në anën tjetër, si mund shtesën Sali Berishën, i cili është në një gjyq për çështjen Partizani, që mos majmë double standard, nuk e dim deri kur të mbaroj gjyqi, është në një thirrje tjetër për një vrasje shtetërore që e pranon dhe vetë, 21 janari, e mos thym këtira. Pra, me një profil të tillë, me një profil që tashmë është i ezauruar në të gjitha drejtimet dhe që drejton këtë parti, si do të afrohet një njeri që mendon për ndryshim? Sepse ndryshimi duhet të ketë fytyra të reja, duhet të ketë. Pra, nuk mund sillemi në një rreth vicioz, se deri tash 32 vjet ne jemi sjellur në rreth vicioz. Shiko, ka një gjë se duke qenë se po themi fora për rastet e tjera. Rasti po themi i klubit Partizani njohur kështu. Por Sali Berishën është një prej po themi gafave që e ul besueshmërinë e SPAK-ut në raport me publikun. Pse tani se do bëj të njëjtin standard siç ka mbajtur edhe për të tjerë. Ora un po të marr vetëm një element. E para njerë akuza që bëhet fjalë është që i ka dhënë kryeministrit tokën, po themi familjes vet dhe ndrit vet. E dyta, ora si mundet që të ketë akuzuar në një çështje të tillë, nëse kjo ka ndodhur, po themi kështu, ti e akuzuar vetëm kryeministri apo ish kryeministri, ndërkohë që për të shkuar situata deri atje e firmosen ja 50 persona minimalisht apo jo. Edhe kryeministri. Po, një 50 persona. Kështu që kjo duket që hajde po e marrim po e veçojmë pak këtë që të bëjmë pak prodhim politik. Përdorimi politik i drejtësisë është njësoj i keq si një drejtësi e korruptuar. Për të mos thënë pasaj se kush është i keq. Kështu që në këtë sens unë mendoj që këto çështjet gjyqësore, sidomos çështja kjo çështje gjyqësore ka shumë po themi probleme të cilat e bëjnë më pak të besueshme. Ajo në radhë parë janë gjithë dokumentat, Ervin, që për mos asgjë se nuk ja vle. Ajo në radhë parë, ajo tokë ka qenë ble nga Italia dhe janë dokumentat. Dhe pastaj është kthyer një soi. Unë merrem me parimin. Dokumentat nuk i kam çështjes po themi themel. Unë di këtë gjë, që fakti që po themi një vendimarrje kryeministrit
për kthim pronash, ndikon për familjarët e vet, kjo nuk e bën atë nuk e bën atë përgjegjës. Nga ana tjetër, ja ju them gjë tjetër, se është njësoj sigur thuhet kështu. Ka rrit rrogat e pedagogëve, po edhe goca vet për shkak se janë rrit rrogat ka përfitu. Kryeministri nuk e ka atë përgjegjësi. Dhe do ta them këtë dhe nëse do të ishte kryeministër kundërshtar, ke 100 persona, nuk e di 50 që kanë firmosur para se të shkojë aty. Pra kjo temë. Po tim ke pronat, pasaj me ndryshimin. Po tim ke pronat të dy partitë kanë bërë masakër me pronat. Dhe ne e dim këtë. Ta them edhe unë këtë. Unë jam një nga ato që janë prek nga pronat. Unë do them këtë gjë. Partia Demokratike, do ta them unë, po, Partia Demokratike ka bërë jo gabime, ka bërë gafa në raport me sjelljen drejta e pronës e drejta e jetës. Po kryesorët. Që drejta e jetës e para, e drejta me Abarapit 3 janë. Prona, besimi, ligji. Patjetër. Kështu që në këtë kuptim, pa diskutim që gabim politik gabime politike ka bërë me kosto, por nuk është ky rasti, po themi që mund të ketë. A duhet të ndryshojë pasaj Partia Demokratike? Unë kam thënë gjithandej, po, Partia Demokratike duhet të ndryshojë dhe duhet të ripërshtatet shoqërisë. Duhet të ndryshojë, duhet të ripërshtatet shoqërisë, po jo me fytyra që janë deri tani të konsumuar, po e them kështu në mënyrë shumë etike, të konsumuar. Të shkojë dhe të matet, po themi, dhe të diskutojë me pra, Partia Demokratike duhet të ketë një herë një ballafaqim me vetveten, mrena një herë. Duhet të ketë një ballafaqim fort me vetveten, duhet të ketë njerëz me kurajo dhe mos të jenë më peng, qoftë ky njeri le ta marrë si simbol. Ka njerëz me kurajo Partia Demokratike, fort edhe shumë, më shumë besoj se. Po një jeti, po dy kush është? Po ka, se nuk du të përse, po të them emrat janë nga qenë shumë, të them se përmendi këtë apo atë. Saljani, ishte megjithënë një bisedë shumë e kënaqshme dhe uroj që do mvish prap. Unë sot po doroj librat e mi. Rrofsh, falenderoj dhe kënaqësi.